me fillu më kthy dashninë dhe profesionin më kthy dashninë. Puna një arkitekti është i njoftën si profesion, është i njoftën që flajnë pak, haj nëse është e mundshme që ka për muz vlen, mirë po po në punojmë shumë edhe reali është veç puna e madhe më ka pru këtu. Unë nuk më pas një farprije shumë të madhe për matematik, as për me vizatu, po shkurt ka qenë veç dëshira dhe puna shumë madhe që i kumë rrit dyjat. Si rezultat i kësaj ka thënë asnjë që unë vit parë nuk jam pranuar për shkak se vitin e 3 dhe vitin e 4 mas luftës se kam përfunduar dhe nuk u bë shkollë siç duhet. Edhe nuk jam pranuar në fakultet, mirë po nuk ju nda asaj pune, një vjet ku mësua një profesor në shkollë matematik. E më shkoj me një fakultet ndërtimtari, cili ka qenë më i afërt me fakultetin e arkitekturës, veç për arsye që më smeu përmirësos prapë arkitekturës. Vitin tjetër ku mësu prapë dhe ju kum përkushtuar dhe ju më regjistru. Është shumë e rëndësishme punën që e bëni, kjo është një thanje e Steve Jobsit, i cili tregon që është shumë e rëndësishme punën cilën e bën, është punën që mi dash, punën që e bën edhe realisht mi bë punën që e don. Me këto e kam zgjedhur edhe një video që kisha pasur, është një video shumë e shkurtër, nga 50 sekonda, më pa shpejtësi. Ama c'est microphone. Kjo ka një video shkurt që tregon mas miri se bëni punën që e doni edhe mos në një mënyrë çesharake të prezantimit të asaj që është shumë e rëndësishme mi bëni punë që e don. Unë çuçi kum qas, domethënë realisht nuk kum pas ndaj dashnie për arkitekturën, po ju kum qas me dashni shumë të madhe edhe ajo ka rezultuar që mas një kohë vetëm kur e kum pa që kum filluar mi dash. Që domethënë që të famna të lënë njëjtë sa veç për profesion. E kom provu vetë dhe përbëj këtë që mi shti vetën mi dasht diçka. Edhe mas një kohë shumë shkurt mu ka këthy dhe bëj të ashtë e përjetoj që ata që e bëj. Procesi suksesit në ato në dim që është një sandë shumë i vështirë. Këtu mas mirë shihet ku të regon që në është një punë shumë e gjatë e cila ty të mundon gjatë punës. Dhe sa të vjen të një kohë kur që është për mendimin tim është koha ma e vështira, se fillan vjen një kohë kur mendojmë që krejt i dijmë, që është ma e rrezikshmja. Mirë, por kur të kalohet që ku vjen koha kur i shohim sa realisht ku i shohim njerëz edhe përpara dhe përmbrapa dhe realisht mundohemi me punu dhe me ecë, e përjetojmë momentin, e përjetojmë punën që e bëjmë dhe kënaqemi me ato që e bëjmë. Kështu që kjo kallëzon që nuk duhet modernizuu gjatë kësaj periudhës, nuk duhet modernizuu dhe sani kryesor është kur diçka e bën me dashni, e ki edhe ma lehtë mi te kalu edhe punë të vështira dhe vështirësitë që dalin rrugë se nuk ka asnjë punë të lehtë, po nuk s'ka asnjë punë të vështirë. Kompania Madem Group, cilën unë e kum themelu së bashku me Emili Dushin, është një inxhinier bashkë koleg. Kur kemi filluar për me vendos për emrin, do të jemi gjakovarë dhe unë edhe ai dhe kemi dashur me lidhë diçka me Gjaku gjithçysh. Kur kum shku në Prishtinë, kum dëgju shtosin e tepsijave të Madenit, edhe sinqerisht nuk ka kesh shumë, edhe unë e kesh shumë me shtosat në përgjithësi me Gjaku dhe bëj edhe vetë kam qef. Kjo më ka duk shumë interesante dhe më ka duk shumë originale dhe prej kësaj kemi vendosur edhe emrin e kompanisë. Ha? Okej, Gjaku Maden Jugoslavia, për shembull, që shkuan për tepsia, Gjakove kanë marrë si Maden Jugosllavisë. Edhe kanë cilësuar si firmë.
Edhe unë vetë realisht para do ditë e nonën dhe më shkuan një të cëmë, thaj pimarim sot e pësia të madeni, thash, jam reagullon për që të shtasë dhe na alo vazhdojmë të thujmë. Mirë po është një sanë shumë interesante dhe shumë originale dhe kemi vendus për ato, ja kemi lonë dhe emrin Madem. Mirë po ka pasë edhe, kjo simbolizon Made in, do më thonë që nuk kupton diçka që është vendurë me Made in Kosova. Grupe kemi cilësu grupë se gjithmonë puna jonë nuk e bazune në grupë dhe na kemi besu në ekip, kur gjonë kemi dashtë me lidhë me individuale, për arsye dhe të bashkangjitës kolegëve tjerë të ekipit, që shumë ma mirë një dikush që është pjesë një kompani, se sa që është pjesë një personit, një individit. Identitetin e kompanisë kemi pas shumë kujdes kur e kemi kriju dhe e kemi konsultu njerëz profesionistë për se cilën punë, për shembull punën e logos, profesioni i arkitektit me profesionin e dizajnerit është shumë i afërt. Në kundrazi na unë se ku s'kum tentu mi bo atësan dhe ka bo dizajneri. Sloganin, gjithashtu, gjitha punëve kemi japë shumë rëndësi identitetit korporatës, i kemi japë shumë rëndësi edhe ma vona jo po që kemi pas shumë sukses pikërisht për njëna për elementeve ka qenë dhe identiteti korporatës, se për një kohë shumë shkurt jemi bo shumë pranishëm në tregë dhe shumë njerëz kanë mënu që jemi që sa ku, realisht na si vjetë e festojmë 4 vjetorin. Projekti parë që na kemi nisë është një shtëpi për ty, e kemi botu një libër me një katalog me projekte të shtëpiave, që i kemi angazhu arkitektat brenda firmës dhe jashtë firmës, që kanë kontribu me ka një projekt, edhe ato projekte na i kemi qitë në shitje, edhe për se cilin pozicion që duhet për më ndërtu një shtëpi, e kemi ka një kompani. Edhe ky libër neve na ka jap shumë fuqi edhe si nënën e marketingit, si nënën e referencave, se është shumë e rëndësishme të një klient me pa, për shkak se na problemin kryesor kur kam filluar biznesin kur pas 27 vjet, edhe arkitektat dinë që arkitektat janë më të vjetër edhe kemi pas shumë problem punën e besimit, edhe kjo na ka ndihmuar shumë që më tregu atë në dhe më jap arsye për ata neve më na besu për më bëni një plan të shtëpisë. Se fillimisht kemi nisë me shtëpia dhe me projekte më të vogla. Kjo është edhe libri i dytë, botimi i dytë që e kemi bërë, është prapë i njëjti, mirë po me projekte të reja, i kemi kushtuar shumë rëndësi edhe pjesës ballinës, edhe pjesës dizajnit dhe gjitha sanëve, se realisht libri i parë na ka leju, na shta dhe me bona i gabim, mirë për librin e dytë nuk kanë leju gabimet. Kështu që kemi pas shumë kujdes për librin e dytë. Ekipi është shumë pjesë e rëndësishme e kompanisë tonë, e zhvillimit tonë, se realisht vetëm nuk isha mujt këtë punë që kemi bona për 4 vjet, nuk isha mujt ashtu as për 20 vjet mi bo, po ekipi është fuqia jonë më e fortë. Edhe për çata kontribuojmë shumë në ekip edhe në resurse njerëzore, ne kemi sa më të rëndësishëm që i përkushtohemi. Tu shihet një slajd i cili tregon më së miri që çu mundën mu organizu dhe bashkimi e bën fuqinë. Kjo është një fotografi e ekipit tonë që kemi bërë për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Këtu shihet që jemi diku rreth 15 veta që punojmë edhe fryma, energjia është e re. Unë jam më i vjetër atë ndoshta më thonë, jo më Liko ka një 2 muaj më i vjetër se unë, po gjithë janë më të rinj. Atmosfera në zyre na i kushtojmë shumë rëndësi atmosferës në zyre, në farë mënyrë është obligative me pas raporte kolegë, raporte të mira në zveti, nuk lejojmë na shtalejmë kumit diçka tjetër, po me pas asi nuk fol njëri kolegë me tjetër të na është e pa lejuar, bileni ku pa ta filluar dhe çdo mëngjes mushtimu për shaf se cilin për me ngjall dashni, po ajo ka ndikuar shumë që na me pas raporte shumë të mira dhe kontribuojmë shumë, udhtojmë shumë bashkë, kalojmë shumë kohë bashkë në një farë mënyrë edhe duhem të qenë shok në mesvetit se para të gjithave një punëtor ose një individ sado profesional që nëse ai nuk ka social për mendimin ton, na nuk e vlerësojmë. Do të thonë për neve është shumë e rëndësishme që me qenë një njeri mas pari para se me qenë një profesionist i mirë. Nashta është puna e arkitektit, po unë besoj që edhe gjitha profesionet është e rëndësishme që ana sociale mas pari para të gjithave. Rekreimin e kemi edhe pjesë të atmosferës, e kemi edhe një zyre për rekreim ku luajmë ping-pong për më relaksu, do të thonë mundohemi që punën me i bo qef, do të thonë qëllimi jonë kryesor është që punën me i bo qef, në farë mënyrë që me i bo qefin, dhe me i bo qefin punën dhe punën qef. Tu shihen disa udhëtime që kemi pas për çdo vit udhtojmë komplet me ekipën, edhe shkojmë për vende të ndryshme, për kampinge të ndryshme. Kretë kjo për mu socializu njëri me tjetrin edhe me kriju raporte më të mira, se realisht arkitektura është shpirti që ti jep me një vepër edhe që duhet me qenë sa ma sociale që është njëna me tjetrën, jep hapësinë shumë atë madhe për me nxjerrë diçka të mirë.
Tash i kemi bërë dhe zyret lëvizje, kemi një kam shtëpiz me cilin udhtojmë dhe shkojmë për vende ndryshme, projektojmë, varësisht ku ka projekti ose shkojmë në vend duhur ose familiarizohemi me natyrën, se natyrën e kemi një prej inspirimeve, cilën e shfrytëzojmë kështu, e mirë shfrytëzojmë për shkak se mendojmë që është një nga bisedave më të fuqishme që neve na rrethon. Tush janë disa pamje që kemi qenë për vende të ndryshme ku kemi punu, i marrin kompjuterat me vete, i letrat me vete dhe shkojmë në vende të ndryshme edhe kënaqem edhe punojmë. Kemi provuar rastisht këto që kemi pasur që shumë e suksesshme, edhe si unë si punëdhënës, shpenzimet që kemi pas kanë qenë shumë më të vogla se sa që punë që u kryen në zyre, për arsye se një punë që u kryen në zyre për 10 ditë, atje kemi kryer për 2-3 ditë. Kështu që çdo aspekt ka qenë më shumë afërdhënëse, shumë më mirë edhe shumë më efikase. Projektet i kom zgjedhur disa prej projekteve që janë karakteristike për elemente të ndryshme, edhe pi prezantoj shpejtësi, nuk e di sa kam kohë. Kjo është një shtëpi që kemi bën Lugano në Zvicër, është Casa Clara për një çift të ri atje, ka qenë interesant për neve për shkak se kemi bën vitin 2010. Edhe me qenë për dallim për klientave shqiptarë ka pas disa kërkesa pak më interesante, është një shtëpi mjaft e mirë, mjaft krenohemi me to. Zamobile është një prej projekteve tona që neve na kanë ndihmuar shumë, për arsye se bashkë në kohën kur na kemi filluar me punu, kur kemi filluar me pas punë, ne kemi marrë këtë punë dhe kemi bën krejt Kosovën total design, gjitha lokalet, edhe dizajnin edhe realizimin, edhe kemi menduar për secilin detaj të lokaleve. USAID në këto zyret e USAID i kom zgjedhur me qëllim të shfrytëzimit betonit, mundohem shumë i shfrytëzuar se arkitektura nuk është diçka që duhet gjithçysh diçka e mirë me kushtu shtrajt. Qëllimi jonë na bazohem në arkitekturë sociale, që mendojmë që duhet me qenë pakës më sociale dhe mundohem maksimalisht me shfrytëzu resurset natyrore, domethënë senet të cilat i kemi me shfrytëzu në të mirë të projektit. Tu shihet betonin që kemi shfrytzuar kanë qenë podrom krejt beton dhe kemi shfrytzuar betonin si element shumë të rëndësishëm të interierit. Këtu po dalin disa projekteve të Gjakovës që kemi bërë disa kafiqe në Gjakovë, njëri prej tyre është Kakuja, katin e dytë, që unë nina shumë mirë ku shkoj atë. F-bar në Çabrat. Këtu janë disa elemente të trashëgimisë tonë, këto kockat e çashis madhe që i kemi hekë dhe i kemi çuar atje. Edhe arkitektura jonë që tash më herët është inspiruar prej natyrës, edhe është inspiruar prej trashëgimisë. Trashëgimia jonë është një faktor shumë i rëndësishëm që secili duhet më mburr me to dhe duhet më rujt ato dhe duhet mi kultivu dhe me pas kujdes shumë në ndërhyjmjen në to që e bojnë. Karbusierin, kafiqin legjendar Gjakovës, edhe ata kemi rregulluar tash herën e fundit. Edhe një kafiq jashtë është HD Parki, besoj që gjithë për juve e dini, është i bazuar në arkitekturën ekologjike, nëse mund të thonë, ose natyrës, është bazuar në natyrë ku janë shfrytzuar kryesisht materiale të natyrës për me degradu sa më pak atë gjelbrem aty. Tash të herë e fundit, vitin e kaluar jemi përzgjedhur një prej kompanive për renovimin e gjykatave të Kosovës. Është një projekt shumë interesant i USAID-it që janë të renovuar gjitha gjykatat edhe na jemi një prej 3 kompanive të cilat marrin pjesë për renovimin e gjykatave. Për dalë të disa prej konkurseve që kemi marrë, konkurset janë shumë të rëndësishme për neve se kanë shumë kërkesa interesante dhe limitet janë shumë vogla dhe t'japin shumë hapësinë për me nxjerrë diçka të mirë. Kjo është vendi i parë që kemi në zonë të pikat informative turistike, kanë ndërtuar disa pika informative turistike në rajonin e Dugaxhinit, edhe na kemi në zonë vendin e parë, është